Jo çdo vend në tokë e mirëpret praninë njerëzore. Disa peizazhe duken mahnitse, si skena të dala nga një pikturë, por në bukurinë e tyre fshihen rreziqe vdekje prurse. Ky udhëtim eksploron disa nga mjediset natyrore më të rrezikshme, ku çdo hap bart rrezikun e jetës dhe vdekjes. Në fund, do të zbulohet vendi më i rrezikshëm nga të gjithë, një vend që ka përndjekur njerëzimin për shekuj. Udhëtimi fillon me një fenomen natyror mbreslënës, një burim i nxehtë, ku me rënjen e natës, kufijtë e jetës duket se ndryshojnë. Grand Prismatic Spring, Yellowstone, SBA. Në hapësirën e gjerë të parkut kombëtar Yellowstone, ndodhet një nga formacionet më magjepsëse të natyrës, Grand Prismatic Spring. Burimi më i madh i nxehtë në Shtetet e Bashkuara. I parë nga lart, ai ngjan me një aureol rrezatuese, me një qendër blu të thellë, të rrethuar nga unaza të gjalla portokalli, të kuqe dhe të verdha, duke krijuar një pamje pothuajse surrealiste. Pavarësisht bukurisë së tij, ky burim është jashtëzakonisht i rrezikshëm. Temperatura e ujit shpesh kalon 70 gradë Celsius, mjaftueshëm e lartë për të shkaktuar djegje të rënda menjëherë. Ngjyrat e tij të veçanta krijohen nga baktere ekstremofile që jetojnë në këto kushte të ashpra, por ato gjithashtu tregojnë se ky është një mjedis i papërshtatshëm për mbijetesën njerëzore. Që nga shekulli 19, disa persona kanë rënë në këtë burim. Nxehtësia ekstreme shpërbën shpejt materjen organike, duke mos lënë asnjë gjurmë brenda pak minutash. Grand Prismatic Spring qëndron si një mrekulli natyrore dhe një kujtesë e qartë se natyra mund të jetë e pamëshirshme. Vulkani Nyiragongo, Republika Demokratike e Kongos. Në kufirin mes Republikës Demokratike të Kongos dhe Ruandës, thellë në një terren të dendur xhunglor, ndodhet mali Nyiragongo, një nga vulkanet më të rrezikshme në planet. Tipari i tij më karakteristik është liçeni i madh i lavës brenda kraterit, i cili vazhdimisht zihen dhe lëviz me energji të fuqishme. Në vitin 2002, vulkani shpërtheu papritur, duke dërguar rrjedha lave drejt qytetit të afërt të Gomas me shpejtësi rreth 60 km/h. Rrjedha ishte aq e shpejtë sa përpiu shtëpi, automjete dhe lagje të tëra. Gati 400.000 njerëz detyruan të evakuoheshin, ndërsa shpërthimi shkatroi pjesë të mëdha të rajonit. Rreziku nuk është dukur, Nyiragongo mbetet shumë aktiv dhe mundësia një shpërthimi tjetër vazhdon të rëndojë mbi komunitetet përreth. Aspekti më shqetësues është paparashikueshmëria e tij. Nuk ka asgjë tregues të qartë se kur mund të shpërthejë sërish. Great Blue Hole, Belize. Në ujërat e kthjellta bruz të Karajibeve, ndodhet një formacion i madh dhe misterioz i njohur si Great Blue Hole, ose ndryshe Vrima e Madhe Blu. Ky grupim i madh rrethor duket si një zbrazëti e errët nën sipërfaqen e detit. Me një diametër mbi 300 metra dhe një thellësi rreth 125 metra, Blue Hole dikur ishte një sistem shpellash i thatë, që u përmbyt në fund të epokës së fundit të akullnajave. Sot, ai tërheq zhytës nga e gjithë bota, por njëkohësisht paraqet rreziqe serioze. Ndërsa zhytësit zbresin, drita natyrore zbehet dhe heshtja bëhet më e thellë, duke krijuar një mjedis çorientues. Rrymat e forta në ujore, së bashku me efektet e narkozës së azotit, mund të dëmtojnë gjykimin dhe koordinimin. Për më tepër, formacionet e mpreta gëlqërore brenda shpellës rrisin rrezikun e lëndimeve. Këto rreziqe kanë çuar në incidente fatale, ku disa zhytës nuk janë kthyer më në sipërfaqe. Great Blue Hole mbetet një mrekulli gjeologjike dhe një kujtesë e rreziqeve të fshehura që ekzistojnë edhe në ujërat më të qeta. St. Albans, Indi dhe Bangladesh.
Sundarbans, një pyll i gjerë mangrovash që shtrihet në Indi dhe Bangladesh, është shtëpia e disa prej kafshëve më të rrezikshme të Azisë. Tigra bengalez, krokodil të ujrave të kripura, kobra mbretërore dhe insekte që bartin sëmundje vdekjeprurse e bëjnë këtë zonë jashtëzakonisht armiqësore për njerëzit. Ajo që e bën Sundarbans veçanërisht të frikshëm është sjellja e tigrave të tij, të cilët njihen për gjuetin e njerëzve. Çdo vit, persona që hyjnë në pyll për të mbledhur mjalt ose për të peshkuar zhduken pa lënë gjurmë. Këta tigra janë notarë të fuqishëm, të aftë të lëvizin në heshtje nëpër ujë dhe të sulmojnë me saktësi të menjëhershme, përpara se të zhduken në peizazhin e dendur. Për të ulur rrezikun e sulmeve, banorët vendas donjëherë vendosin maska në pjesën e pasme të kokës për të ngatruar grabiqarët. Megjithatë, kjo metodë ofron mbrojtje të kufizuar. Përveç rrezikut nga kafshët, rajoni goditet shpesh nga stuhi të forta, përfshirë ciklone, përmbytje baticash dhe era të fuqishme, duke bërë pyllin një midis të paparashikueshëm dhe shumë të rrezikshëm. Luginat e thata McMurdo, Antarktid. Të vendosura në hapësirën e ngrirë të Antarktidës, luginat e thata McMurdo përbëjnë një nga mjediset më ekstreme në tokë. Ndryshe nga territori përreth i mbuluar me akull, kjo zonë është pothuajse pa dëbor, duke bërë vendin më të thatë në planet. Këto lugina janë pa bimësi, pa kafsh dhe pothuajse pa asnjë formë jete. Erat e fuqishme që arrin deri në 300 km/h largojnë çdo lagështi të mbetur. Temperaturat mesatare janë rreth -30°C dhe nuk ka pasur reshje për miliona vite. Edhe jeta mikrobike e ka të vështirë të mbjetojë në këto kushte. Për shkak të ngjashmërisë me mjediset jashtëtoksore, NASA i ka përdorur luginat e thata McMurdo për të simuluar kushtet e planetit Mars. Peizazhi është i heshtur dhe i zbrazët, pa asnjë shenjë jete apo lëvizje. Papajisje të specializuara, mbijetesa njerëzore në këtë mjedis do të ishte e mundur vetëm për disa orë. Këto lugina përfaqësojnë një shembull të qartë se si izolimi ekstrem dhe kushtet e ashpra mund ta bëjnë një rajon plotësisht të pabanueshëm. Shark Alley, Afrika e Jugut. Midis Deer Island dhe Geyser Rock, në brishtet e Afrikës së Jugut, ndodhet Shark Alley, lugina e peshkaqenëve, një nga zonat më të rrezikshme të gjuetisë detare në planet. Në këto ujëra të cekta, peshkaqenët e bardhë të mëdhenj mblidhen në numër të madh për të gjuajtur foka. Gjatë sezonit të shumimit, qindra peshkaqen patrullojnë zonën me saktësi dhe shpejtësi. Ata lëvizin në heshtje nën sipërfaqe, duke kryer sulme të papritura që përfundojnë brenda sekondash. Janë regjistruar pamje ku këta grabiqar dalin mbi sipërfaqe me forcë të jashtëzakonshme, duke goditur pren me saktësi dhe fuqi. Edhe pse Shark Alley është i njohur për turizmin e zhytjes në kafaz, rreziku mbetet i lartë. Dështimet e pajisjeve ose kozgjatja e gabuar e zhytjeve mund t'i vendosin vizitorët në rrezik të drejtë për drejtë. Në këtë mjedis, njerëzit nuk janë më vëzhgues, por prej mundshme të ekspozuar plotësisht ndaj realitetit të zinxhirit ushqimor. Depresioni Danakil, Etiopi. Depresioni Danakil është nga mjediset më ekstreme në planet. Temperaturat shpesh ngrihen mbi 50°C, me pothuajse asnjë reshje dhe pa pothuajse asnjë vegetacion. Vetë toka është e paqëndrueshme, duke u çarë shpesh për të lëshuar gazra toksik, avoj sulfurik dhe substanca acide. Peizazhi është njëkohësisht mbreslënës dhe i rrezikshëm. Pellgji acidi me ngjyrë jeshile të ndezur, fusha të gjëra kripe të bardhë dhe burimet squfuri që avullojnë krijojnë një ambient të çuditshëm, pothuajse jashtëtoksor. Këto kushte kanë bërë që shumë shkencëtarë ta përshkruajnë këtë rajon
si një nga përgjasimet më të afërta natyrore, me kushtet që gjenden në planetet të tjerë. Pavarësisht ashpërsisë, populli afar ka jetuar në këtë rajon për breza të tërë. Traditat dhe legjendat e tyre e përshkruajnë këtë vend si një hapësirë, ku një forcë e fuqishme është mbyllur nën tokë, duke paralajmëruar se shqetësimi i saj mund të sjellë pasoja katastrofike. Ekspeditat shkencore janë përpjekur të studiojnë këtë zonë, por shumë prej tyre janë detyruar të tërhiqen për shkak të nxehtësisë ekstreme, ajrit toksik dhe kushteve çorientuese. Depresioni Danakil mbetet një nga mjediset më të pamërshishme në tokë, ku mbijetesa sfidohet vazhdimisht nga vetë elementet natyror. Akullnaja Rongbuk, Tibet. Në këmbët e malit Everest, Akullnaja Rongbuk shtrihet si një lum i madh i ngrirë. Pamja e saj është madhështore, por njëkohësisht e frikshme për shkak të heshtjes së thellë që e karakterizon. Kjo akullnaj shërben si rruga kryesore për alpinistët që synojnë majën nga ana tibetiane. Pavarësisht bukurisë, kushtet janë jashtëzakonisht të ashpra. Temperaturat shpesh bien në -30 gradë Celsius dhe stohitë e borës mund të ndodhin pa paralajmërim. Nën sipërfaqe, çarjet të thella krijojnë kurthe të fshehura që mund të gëlltisin çdo gjë që kalon mbi to. Çdo vit, alpinistët humbin jetën në këtë mjedis për shkak të motit ekstrem, rënjeve në çarje ose lodhjes së thellë. Në disa raste, trupat e gjetur mbeten të ruajtur në mënyrë të jashtëzakonshme nga i ftohti të ngrirë, sikur koha të kishte ndaluar. Oymyakon, Rusi. Oymyakon njihet si vend banimi i përhershëm më i ftohtë në planet. Temperaturat mund të bien deri në rreth -67 gradë Celsius, mjaftueshëm të ulta për të ngrirë lëkurën e ekspozuar brenda minutave, për të dëmtuar pajisjet mekanike dhe për të ngurtësuar lëngjet pothuajse menjëherë. Jeta e përditshme në këto kushte kërkon përshtatje të vazhdueshme. Automjetet shpesh mbahen të ndezura vazhdimisht për të shmangur ngrirjen e motorëve. Shkollat mbeten të hapura, përveç rasteve kur temperaturat bien në -50 gradë Celsius, duke reflektuar qëndrueshmërinë e popullsisë lokale. Pavarësisht të ftohtit ekstrem, qindra njerëz vazhdojnë të jetojnë në Oymyakon, duke u mbështetur në tradita të zhvilluara ndër breza. Në këtë mjedis, edhe gabimet e vogla mund të jenë fatale. Humbja orientimit, dështimi për të ruajtur ngrohtësinë ose nënvlerësimi i kushteve mund të çojë shpejt në situata kërcënuese për jetën. Parku Kombëtar Madidi, Bolivi. Parku Kombëtar Madidi, i vendosur në rajonin e Amazonës në Bolivi, është një nga zonat me biodiversitetin më të lartë në planet. Nën pamjen e tij të gjelbër dhe të gjallë, fshihet një ekosistem kompleks, i mbushur me rreziqe të padukshme. Në pyjet e dendura të Madidit, traditat lokale flasin për shpirtra paraardhës që banojnë në çdo pemë dhe çdo kafsh, duke vepruar si mbrojtës të tokës. Sipas këtyre besimeve, hyrja në pyll pa respekt ose leje mund të sjellë pasoja të rënda, përfshirë pickime helmuese, çorientim ose humbje të përhershme. Në vitin 1998, një ekip kërkimor u zhduk për 3 ditë brenda parkut. Kur u kthyen, një prej antarëve shfaqi shenja të çrregullimit të rënd psikologjik dhe nuk ishte më në gjendje të fliste. Ngjarje të tilla kanë ndikuar në reputacionin e rajonit, ku frika më e madhe nuk janë gjithmonë nga bisharët e dukshëm, por ndjesia e një pranie të padukshme brenda pyllit. Denali, Alask, SBA. Denali, maja më e lartë në Amerikën e Veriut, nuk është vetëm një simbol i madhështisë natyrore, por edhe një nga malet më të vështira për të ngjitur. Rreziqet shkojnë përtej lartësisë së tij. Temperaturat në Denali mund të bien deri në rreth -60 gradë Celsius, ndërsa shpejtësia e erës mund të arrijë deri në 160 km/h. Në maj, niveli i oksigjenit është afërsisht gjysma e atij në nivelin e detit,
duke ushtruar presion të madh mbi trupin e njeriut. Alpinistët përballen me stuhi të papritura, terren të paqëndrueshëm dhe shtresa akulli të fshehura në dëbor. Çdo vit, shumë prej tyre detyrohen të tërhiqen për shkak të këtyre kushteve të ashpra, ndërsa të tjerë humbin jetën nga grirja, rrëzimet ose lodhja ekstreme. Denali përfaqëson një nga mjediset më sfiduese në tokë, ku edhe alpinistët me përvojë duhet të përballen me kufit e qëndrueshmërisë njerëzore. Liçeni Natron, Tanzani. Liçeni Natron, i vendosur në Tanzani, është një trup i veçantë, i njohur për ngjyrën e tij të kuqe dhe përbërjen ekstreme kimike. Temperaturat në sipërfaqe mund të arrijnë afërsisht 60 gradë Celsius dhe alkaliniteti i tij është jashtëzakonisht i lartë. Me një nivel pH-i të krahasueshëm me substanca të forta industriale, kushtet e liçenit janë armiqësore për shumicën e formave të jetës. Kafshët që bien në kontakt me ujërat e tij mund të pësojnë ndjegje kimike të menjëhershme dhe në disa raste, mbetjet e tyre ruhen përmes depozitave minerale. Ky proces krijon pamjen e figurave të ngurtësuara përgjatë bregut. Megjithatë, disa specie si flamingot janë përshtatur me këtë mjedis dhe rikthehen çdo vit për të shëmuar. Prania e tyre tregon aftësinë e jashtëzakonshme të jetës për të mbijetuar edhe në kushte ekstreme. Liçeni Natron dëshmon se rreziku nuk është gjithmonë i dukshëm në shikim të parë. Nën sipërfaqen e tij të qetë fshihet një ekosistem shumë gërryes dhe i pamëshirshëm. Mali Merapi, Indonezi. Mali Merapi, i vendosur në Indonezi, është një nga vulkanet më aktive në Azinë Juglindore. Me një lartësi rreth 3000 metra, ai ka shpërthyer shumë herë gjatë shekullit të kaluar. Shpërthimet e tij lëshojnë rrjedha piroklastike, gazra toksik, rehiri dhe shkëmbë të shkrirë që mund të përhapet me shpejtësi në distanca të mëdha. Në vitin 2010, një shpërthim i madh shkaktoi mbi 350 viktima dhe shkatroi zona të tëra banimi. Me gjithë rreziqet, komunitetet vazhdojnë të jetojnë në shpatet e vulkanit. Besimet lokale shpesh i interpretojnë shpërthimet si paralajmërime natyrore dhe jo si ndëshkime, duke forcuar lidhjen kulturore me këtë tokë. Snake Island, Brazil. Në brigjet e Brazilit ndodhet Ilha de Queimada Grande, e njohur zakonisht si ishulli i gjarprinjve. Ky ishull i izoluar është plotësisht ndaluar për publikun për shkak të përqendrimit jashtëzakonisht të lartë të gjarprinjve helmues. Vlerësohet se në disa zona mund të ketë deri në 1/4 kokart për çdo metër katror. Kjo specie ka helm shumë të fuqishëm, i aftë të shkaktojë dëmtime të shpejta të indeve dhe vdekje brenda një kohe të shkurtër nëse nuk trajtohet. Për shkak të rrezikut ekstrem, qeveria braziliane ka ndaluar hyrjen e publikut. Vetëm shkencëtarët e autorizuar lejohen të hyjnë dhe edhe ata vetëm nën masa të rrepta sigurie. Snake Island mbetet një vend ku prania njerëzore jo vetëm që nuk mirëpritet, por është potencialisht fatale. Liçeni i vluar, Dominika. I fshehur në terrenin malor të Dominikës ndodhet liçeni i vluar, një fenomen gjeotermik që ka qenë aktiv për mijëra vite. Ujërat e liçenit janë vazhdimisht në lëvizje, të nxitura nga aktiviteti vulkanik nën sipërfaqe. Për breza me radhë, komunitetet indigjene Kalinago e kanë konsideruar këtë liçen si një vend të shenjtë, duke përshkruar si një lidhje midis botës fizike dhe asaj shpirtërore. Avulli që ngrihet dhe lëvizja e vazhdueshme krijojnë përshtypjen e një sistemi të gjallë që çliron energji nga thellësitë e tokës. Dëshmitë historike përshkruajnë ngjarje të pazakonta të lidhura me këtë liçen. Në vitin 1901, një ekspeditë franceze raportoi aktivitet intensiv gjeotermik dhe më pas u zhduk pa asnjë shpjegim. Kur ekipet e kërkimit mbërritën, nuk u gjet asnjë gjurmë e tyre. Liçeni i vluar mbetet një
nga misteret e pasgjidhura të natyrës. Kushtet e tij ekstreme dhe sjellja e paparashikueshme e bën një vend ku eksplorimi është njëkohësisht sfidues dhe i rrezikshëm. Disa vende janë të rrezikshme për shkak të ftohtit ekstrem, të tjera për shkak të zjarrit, kafshëve të egra ose mjediseve toksike. Në disa raste, rreziku qëndron vetë në të panjohurën. Natyra shërben si një kujtesë e vazhdueshme, si e çdo vend i bukur është i destinuar për tu eksploruar. Abonohuni në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.